edhe ma e lirë. Për Kosovën, për taksatore se sa Maqedonia, Tazom, ose rruga tjetër këne, ose në... Jo ta shojmë, çka ka thënë, kemi edhe deklaratën e zotit Kurti saktësisht për Vlorën, është video numër 2. Ne kemi një bashkëpunim me Shqipërinë, me Albanian Power Exchange Alpex. Dhe ne dëshirojmë që gjithnjë më shumë të jemi të integruar në aspektin elektroenergjetik në Republikën e Shqipërisë. Prandaj, vizioni ynë është që ne të bëhemi bashkë me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Pra, Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin e Vlorë dhe paramendohet në një situatë ku për shembull ne kemi një përqindje të aksioneve si Republike e Kosovës në terminalin në Vlorë. Dhe aty mund të vijë gazi i lëngshëm prej jashtë, të shndrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi ne me Shqipërinë ta